Pas largimit të ASH-së Taravarit nga qeveria, priten edhe ndryshime kadrovike në qeveri, veçanërisht në ato pjesë të kulaçit qeveritar që i takonte Taravarit. Kryeministri Kristian Mickoski për momentin nuk zbulon nëse do të ketë vetëm zëvendësim të emrave në pozita të caktuara që i përkasin vlenit, apo nëse do të ketë rotacion të pozitave ministrore, respektivisht shkëmbim të resoreve mes VMRO dhe Vlen. Për të vendosur për të gjitha këto çështje, Komiteti Ekzekutiv i VMRO DPMNE-s autorizoi kryetarin e partisë Kristian Mickoski. Dobив практично дозвола, вака народски кажано, да номинираме нови имиња кои што ќе ги заменат имињата на оние кои што одлучија да одат во прегратките на Али Ахмети и на Демократската унија за интеграција. Па во периодот кој што следи, многу работи ќе бидат појасни, така што да бидеме трпеливи и да разговараме, а во тие разговори сигурен сум дека ќе постигнеме договор, така што очекуваме веќе во текот на следната недела да има повеќе на оваа тема. Sa i përket shëndetësisë, dikastret të cilin e udhëhoqi Taravari, Bilal Kasami shprehet se këtë resor Vlen e ka marrë pikërisht për shkak se e kishte kërkuar Taravari. Nëse kanë kuadër që mund ta zëvendësojë atë, do ta propozojnë. Unë thash si një mundësi që nëse do ketë nga Vlen ndonjë kombinatorik tjetër për ndonjë kuadër tjetër që është më i rëndësishëm, do ta bisedojmë me qeverinë që të ketë rokat. Por për momentin pra nuk është folë. Mbetet Ministria e Shëndetësisë tek Vleni, do thonë pozicionet që i ka pas të gjithë mbeten tek Vleni, por sigurisht që në bazë të rrethanave të reja me daljen e Arben Taravarit jemi të gatshëm të bisedojmë për kombinatorikat e re. Po për momentin nuk ka kështu bisedim. Zëvendës kryeministri Izet Mexhiti paralajmëron se loja tani sapo ka filluar dhe do të luhet në terrenin e Frontit Evropian. Sa i përket deputetëve, mendoj që loja nuk ka përfunduar, loja ka filluar. Nëse dikush ka menduar që me lëvizjen e zotit Taravari ka përfunduar loja, atëherë do shohim domethënë në vijim se kjo lojë domethënë do vazhdon dhe do luhet në terrenin e Frontit Evropian. ASH në përbërjen aktuale qeveritare ka një zëvendës kryeministër, Ministrinë e Shëndetësisë, 2 zëvendës ministra në bujqësi dhe mbrojtje. Në mbledhjen e fundit të kryesisë nuk mori pjesë zëvendës kryeministri Arben Fetai, duke shtuar dilemat nëse ky i fundit mund të qëndrojnë në qeveri si pjesë e koalicionit Vlen. Në Vlen gjithashtu flitet se mund të vazhdojnë edhe së paku 2 deputet të ASH-së Taravarit.